Jull të përshëndes. Të jam pamje të live. Po, edhe me pamje. Me dëgjon? Po, në fakt, si që kemi edhe raportuar, minatorët e Spaqit, konkretisht e minierës së Bakrit, e kanë përshkallëzuar reagimin e tyre gjatë ditës sotme, duke kërkuar kushte më të mira të punës, por edhe paga më të larta. Është një protestë e cila vjen prej disa ditësh, por ditën e sotme ka një pjesëmarrje më të madhe, janë rreth 70 punonjës, të cilët janë minator, pra që punojnë nën tokë dhe kanë blokuar hyrjen e kompanisë, pra të Albania, pikërisht në Spaq të Mirditës gjatë ditës së sotme, pikërisht duke kërkuar që kërkesat e tyre të merren në konsiderat dhe nuk do të ketë tërheqje pikërisht nga kërkesat, pra dhe nga protestat deri në plotësimin atë asaj çfarë ato kërkojnë, pasi sipas tyre janë kërkesa të drejta. Nga ana tjetër ka dhe përfaqësues të sindikatave, të cilët i kanë mbështetur pikërisht këto protestues që prej momentit të reagimit të tyre 4 ditë më parë, mund ta themi, dhe ka pasur tentativa për të bashkëbiseduar pikërisht me kompaninë, por deri tani nuk është gjetur zgjidhje, pasi këta të fundit nuk i kanë pranuar sindikatat dhe nuk pranojnë nënshkrimin e kontratës kolektive që ka jep shumë të drejta dhe kushte më të mira të punës, por i ka ndaj dhe pikërisht punonjës se devijojnë që të jenë në protest duke bojkotuar punën, pra prej disa ditësh, dhe aktualisht që ne flasim vijojnë që të jenë të mbledhur pikërisht pranë kantierit të kompanisë në fjalë. Po, përderisa këtu është përshkallëzuar gjithë situata, më ndihmo pak me një përmbledhje të asaj se çfarë takimesh kanë bërë ata më herët, çfarë kanë kërkuar dhe çfarë ti di sa i takon mënyrës se si funksionon pra kjo minierë. Në fakt, duhet theksuar fakti se që prej fundit të muajit gusht, kur janë grupuar edhe në sindikat, ka pasur tensione mes punonjësve dhe përfaqësuesve të kompanisë, pasi nuk e kanë pranuar diçka të tillë, duke mos e njohur pra Konfederatën e Sindikatave të Shqipërisë, SIPAL, në këtë çështje, që ka sjellë reagimin e këtyre punonjësve që sipas tyre diçka të tillë është pa drejt, pasi kanë problematika të ndryshme sa i përket kushteve të punës, por edhe pagave, por edhe një sër problemesh të tjera, të cilat i kanë parashkruar në një listë të gjatë, që cilën ja kanë paraqitur pikërisht edhe kompanisë në fjalë. Ka pasur tentativa edhe gjatë ditës së sotme për të zhvilluar një takim përfaqësuesit e sindikatave me kompaninë, por janë refuzuar nga këta të fundit, ndërkohë që nga ana tjetër ditën e premte, siç kemi edhe raportuar, është zhvilluar edhe një seancë ndërmjetësimi pranë zyrës së punës, por kjo ka dështuar, pra dhe nuk është gjetur sërish një zgjidhje mes palëve, dhe në këto kushte punonjësit thonë se do të vijojnë të qëndrojnë në protestë, madje deri në grevë urie nëse kërkesat e tyre nuk do të merren në konsiderat. Gjithsesi, siç jetë edhe nga pamjet, ata janë të mbledhur pikërisht përpara ambienteve të kompanisë në hyrjen kryesore. Ka edhe forca policie, pasi në mëngjes ka pasur edhe përplasje, pasi protestuesit me përfaqësues të sindikatave kanë tentuar që të bllokojnë hyrjen për në kantier, dhe normalisht pra që përmenda edhe pak më sipër, kjo do të vijojë, ndërkohë që nga ana tjetër ne kemi kontaktuar edhe me përfaqësues të kompanisë pak ditë më parë, ata kanë mohuar pra dhe i kanë konsideruar si antiligjore kërkesat e minatorëve. Tani si do të vijojë puna dhe çfarë kanë paralajmëruar ata, se sot jemi në kuadër të një përshkallëzimi, sikurse edhe po e shohim. Dhe çfarë kanë deklaruar përfaqësuesit e kompanisë? Në fakt ka probleme edhe me lidhjen për shkak edhe të probleme me valet, duke qenë për faktin se miniera ndodhet edhe në një zonë të thellë. Mund ta përsëritni edhe një herë? Po, Juli, ideja është që sot ne kemi fakt që ata e kanë përshkallëzuar qëndrimin e tyre, pakënaqësinë e tyre, përderisa nuk lejohet që të vijojë puna normal dhe kanë bllokuar hyrjen. Unë dua të kuptoj se çfarë deklaratash kanë bërë ata për ditët në vijim.
në fakt janë të vendosur në betejën e tyre deri në plotësimin e të gjitha atyre kushteve të cilat i kanë paraqitur, pra janë përmbledhur, janë disa pika të cilat ja kanë paraqitur kompanisë, por edhe institucioneve shtetërore që merren me të drejtat e punëtorëve, dhe kjo ata thonë se nuk do të ketë, pra tolerime dhe protesta tyre do të vijojë deri në plotësimin e këtyre kërkesave. Si përmenda pak më sipër, janë rreth 70 minatorë që kanë këto problematika dhe që kërkojnë pra kushte më të mira të punës, lidhen në një kontrate kolektive me punëdhënësin, por edhe siguri në punë, pasi shpeshherë ka problematika në vendin e punës, duke qenë se punojnë pra nën tokë. E kuptoj. Ndërkohë këto janë në pamje të cilat ne edhe po i shohim. Ndërkohë unë të përshëndes ju, edhe nëse të ketë zhvillimet tjera do të jemi sërish të së bashku.